Biznesmeni Mondi Mahilla Edmond Hyka u ekzekutua të dielën nga një atentat mafioz. Mësohet se shkaki i organizimit të ekzekutimit të biznesmenit janë bërë mosmarrëveshjet për ndarjen e normës së fitimit në biznes. Gjithashtu theksohet se mes palëve ka pasur dhe incidente si pasojë e kësaj çështje. Policia lidhur me këtë ngjarje ka identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 persona si autor të dyshuar të vrasjes. Policia e Elbasanit njoftoi se në kuadër të operacionit policor të koduar Strik u arrestuan Gino Ago dhe Kujtim Pisha, roje karburanti në pronësi të Mahallës, si dhe u shpallën në kërkim Marcelo Arani dhe Armando Cola. Mondi Mahilla sapo kishte dalë nga një zgjerë në karburant në pronësi të tij Xhaxhi Oil dhe hyri në makinën e tij Range Rover, e u qellua 3 herë me plumba pistolet, 2 prej të cilave e kapën në kokë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Njëri nga autorët doli nga makina tip Audi dhe u ofrua dhe e qelloi. 2 autorët u larguan më pas drejt Librazhdit, ku dhe dogjën mjetin në fshatin Mirak. Brenda mjetit që u gjet i djegur para ditën e djeshme u gjetë një pistolet Beretta e përdorur në krim.